Banorët e fshatit Burim në njësinë administrative Maqillar në Bashkinë Libër prej vitesh po përballen me problemin e ujrave të ndotura, të cilat rrjedhin në sipërfaqe. Mungesa e kanalizimeve ka bërë që shumë rrugë kryesisht pranë banesave të kenë prani të ujrave të zeza, të cilët janë kthyer në burim infeksioni. Banorët e fshatit Burim shprehen se më e keqja është se janë të detyruar të konsumojnë ujë nga puse që i kanë hapur në oborret të shtëpive dhe që rrezikojnë të jenë të kontaminuar nga ujrat e ndotura. Ata shprehen se prej vitesh kanë kërkuar nga pushteti vendor ndërtimin e një rrjeti për ujrat e zeza, por deri tani nuk është bërë asgjë. Sipas banorëve, premtimet e vazhdueshme të dhëna në çdo fushatë elektorale kanë mbetur vetëm si të tilla, pasi askush nuk i ka mbajtur pas zgjedhjeve. Çego është grupa e ujnëve zeza, që ku pusi ujtë. Po më këtë, ku të morë tjetër. Unë ka 2007, 20 vjetë më i bje. 10 metra është. 10, a 10 e gjisë, 10 metras. Problem kimi shto kanalet e zeza, bre. Se pa e mujnë që ato bunar, kuni ku të shkem të mushim skimi, ato nështë anë edhe vinë qeshmat, po tipe kanalet e zeza imi keqë. Kur ka ujtë del në rrugë, e pastrym njështë për zotin me fadroma me gjëra, për nuk i dilet e në njëherë me fadroma ka 5-60.000 lekë, në nuk imi milionera. Për 100 njerë në kanë thonë po ka 7-8 vjetë kjo punë më. Situata nga prania e ujrave të ndotura në sipërfaqe në fshatin Burim përkeqësohet akoma më shumë gjatë ditëve të nxehta të verës, pasi rritet mundësia e përhapjes së infeksioneve të ndryshme.